Koalicioni Vlen ka akuzuar BDI-n për hipokrizi politike, duke thënë se partia që sot sipas tyre flet më së shumti për të drejtat e shqiptarëve, gjatë kohës kur ishte në pushtet, ka mbështetur zyrtarizimin e gjuhës serbe në komunën e Kumanovës. Në një konferencë për media, Granit Osmani nga Vlen prezantoi një dokument të datës 4 maj 2010, për të cilin tha se dëshmon se BDI ka votuar për futjen në përdorim zyrtar të gjuhës serbe në Kumanov, edhe pse serbët përbënin rreth 6.5% të popullsisë së komunës. Pra e zeza mbi të bardhë, kjo është tyra e vërtetë e BDI-s. Pra kur duhej të zyrtarizohej, serbishtja në Kumanov kishte zell vote vullnet. Por kur duhej të zgjedheshin hallet e shqiptarëve dhe gjuha shqipe gjithmonë kishte zvarritje. Pas këtij dokumenti natyrshëm lindin disa pyetje. Pse gjithaj kujdes për serbishtën në Kumanov, ndërsa për hallet e shqiptarëve gjithmonë kishte pengesa e vonesa? Pse nuk e patën të njëjtin vullnet për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe edhe për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat? Osmani thekson se Vlen nuk është kundër zyrtarizimit të asnjë gjuhe, por kundër, siç tha, hipokrizisë politike të BDI-s. Ai theksoi se dallimi mes Vlenit dhe BDI-s shihet në mënyrën e veprimit ndaj çështjeve që prekin shqiptarët. Sipas tij, ndërsa BDI flet për interesat e shqiptarëve nga opozita, Vlen po dëshmon për kushtimin e saj përmes punës edhe përgjegjësive që mban në pushtet. Ai vlerësoi se kjo, sipas tij, është një dallim që nuk mund të zbehet nga retorika apo propaganda politike.